تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. O ju robër të Allahut, Allahu i lartësuar në ka krijuar për të adhuruar atë. Prandaj, kush dëshiron begati e përhershme, le ta shfrytëzoj këtë jetë të kësaj bote duke bërë vepra të mira, le ta shfrytëzoj rinin, shëndetin, pasurin dhe kohën me vepra të mira. Është detyrë që të punojmë në këtë jetë të shkurtër të kësaj bote në mënyrë që të jemi të lumtur në jetën e përhershme të ahiretit. Allahu i lartësuar thot: "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil." E që është kënaqësia jetës të kësaj bote në krahasim me ahiretin përveç se e vogël. Allahu i lartësuar e ka krijuar xhennetin dhe e ka bërë atë vend banim për të dashurit e tij dhe qëndrim për të zgjedhurit e tij. Allahu i lartësuar thot: "Walladhina amanu wa amilu s-salihati ulaika ashabul janna hum fiha khalidun." Kurse ata që besojnë e bëjnë vepra të mira, do të jenë banor të xhennetit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë. Thot Allahu i lartësuar: "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz wama al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. Shpërblimet do t'u plotësohen vetëm në ditën e Kiametit. Kushdo që shpëton nga zjarri i xhehenemit dhe hyn në xhennet, ai ka fituar, ndërsa jeta e kësaj bote është vetëm kënaqësi mashtruese. Dhe thot Allahu i lartësuar: "Wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-janna wa la yudhlamuna naqira." Dhe kushdo që bën vepra të mira, qoftë ai mashkull ose femër, duke qenë besimtar, do të hyjë në xhennet dhe nuk do t'i bëhet asnjë padrejtësi. O robër të Allahut, xhenneti i Allahut është vend banimi të devotshmeve. Aty do të qëndrojnë për herë dhe për gjithmonë. Thot Allahu i lartësuar: Tilka al-jannatu allati nurithu minha ibadina man kana taqiyan." Kjo është xhenneti të cilin u bëjmë trashëgimi nga robërit tanë atyre që janë të devotshëm. Dhe thot Allahu Teala: "Wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idha ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin." Ndërsa ata që ju friksuan Zotit të tyre do të drejtohen për në xhennet në grupe, kur të arrijnë tek ai dhe dyert e tij të hapen, rojtarët e tij do t'u thonë: "Paqja qoftë mbi ju."
ju jeni të pastër e të mirë, prandaj hyni në të dhe qëndroni përgjithmonë. Shekh Abdurrahman Es-Saadi rahimahullah thot, sa i përket xhennetit, ai është vendbanimi i lartë dhe i çmuar, tek i cilin nuk mund të arrijë dhe të cilin nuk mund ta fitojë çdo kush, përveç atij që i përmbush kaqet dhe mjetet që e çojnë tek ai. Thot Allahu i lartësuar, lakinil ladhina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma inda Allahi khairul lil abrar. Por ata që i friksohen Zotit të tyre do të kenë kopshte nën të cilat rrjedhin lumejn, në to do të jenë përgjithmonë. Kjo është një mikpritje nga Allahu dhe ajo që është tek Allahu është më e mirë për të devotshmit. Thot Allahu i lartësuar, tilka hududullah wa man yuti'i Allaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul azim. Këta janë kufit e Allahut. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, ai do ta fusë nën kopshte, nën të cilat rrjedhin lumejn, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Kjo është fitoria madhështore. Dhe thot Allahu i lartësuar, wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min Allahi akbar dhalika huwa al-fawz al-azim. Allahu ka premtuar besimtarëve dhe besimtareve kopshte nën të cilat rrjedhin lumejn, ku do të qëndrojnë përgjithmonë, si dhe banesa të bukura në xhenetin e Adnit. Por kënaqësia e Allahut është edhe më e madhe. Kjo është fitoria madhështore. O robërt e Allahut, dëgjoni këto përshkrime nga Zoti juaj dhe nxitoni drejt veprave të mira, që të jeni prej banorëve të tyre. Thot Allahu i lartësuar, innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Me të vërtet, të devotshmi do të jenë në kopshte dhe pranë burimeve, hyni në të me paqe dhe të sigurt. Ne do ta heqim nga zemrat e tyre çdo mllef. Ata do të jenë vëllezër, të ulur në frone përballë njëri tjetrit. Aty nuk do t'i prek asnjë lodhje dhe prej saj nuk do të nxiren kurr. Thot Allahu i lartësuar, innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Me të vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira do të kenë kopshte të Firdausit si vend pritje. Aty do të qëndrojnë përgjithmonë dhe nuk do të dëshirojnë kurrë të largohen prej tyre. Thot Shekh Abdurrahman Es-Saadi, aty do të qëndrojnë përgjithmonë. Kjo është plotësia e begatisë. Në të gjendet begatia e përsosur dhe prej përsosmërisë së saj është se ajo nuk ndërpritet kurrë, nuk dëshirojnë asnjë ndryshim dhe asnjë largim prej saj, sepse aty nuk shohin veç se atë që u pëlqen, i gëzon, i kënaq dhe i lumturon. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. O robërt e Allahut, këto ajete që i dëgjuam duhet ta ngjallin në zemrat tona nxitjen dhe vendosmërinë për të pasur ideale të larta, që të përgatitemi siç duhet dhe të jemi prej fituesve e jo prej të dëshpëruarve
dhe të humburve. Fitimi i madh nuk arrihet me shpresa të zbrasta dhe duke mos i marrë shkaqet. Allahu i lartësuar thot: "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa." Pajisuni me gjëra që ju nevojiten për rrugë dhe dijeni se pajisja më e mirë është devotshmëria. Thot Sheh Fozani hafidhahullah, udhëtimi drejt ahiretit ka nevojë për pajisje dhe pajisja më e mirë është devotshmëria. Ajo është, çka është devotshmëria? A janë vetëm pretendime me gojë? Ajo është të veprojsh atë që Allahu ka urdhëruar, duke shpresuar shpërblimin e Allahut dhe të largohesh nga ajo që Allahu ka ndaluar, duke pasur frikë nga dënimi i tij. Ky është furnizimi më i mirë. Allahu i lartësuar thot: "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa." Sa i përket atij që i friksohet qëndrimit para Zotit të tij dhe ndalon veten nga dëshirat e këqija, me të vërtet xheneti do të jetë vend banimi i tij. Thot Allahu i lartësuar: "La yastawi ashabun nari wa ashabul janna, ashabul jannati humul faizun." Nuk janë të barabartë banorët e zjarrit me banorët e xhennetit. Banorët e xhennetit janë ata fitimtarët. Shekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah thot: "A mund të jenë vallë të barabartë ata që ruajtën devotshmërinë ndaj Allahut dhe shikuan se çfarë kanë përgatitur për të nesërmen, duke merituar kështu xhennetet e begatisë dhe jetën e mirë? A janë të barabartë ata me atë që është i shkujdesur ndaj përmendjes së Allahut dhe ka haruar detyrimin e tij ndaj Allahut, kështu që është mjeruar në këtë botë dhe ka merituar dënimin në ahiret? Të parët janë fituesit, ndërsa të dytët janë të humburit." Allahu i lartësuar thot: "Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun." Me të vërtet, banorët e xhennetit atë ditë do të jenë të zënë, të angazhuar me kënaqësi, të lumtur e të gëzuar. Thot Allahu i lartësuar: "Lilladhina ahsanul husna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla ulaika ashabul janna hum fiha khalidun." Ata që bëjnë vepra të mira do të kenë shpërblime të mira, madje edhe më tepër, madje edhe më shumë. Fytyrat e tyre nuk do t'i mbuloj as errësira dhe as poshtrimi. Ata janë banorët e xhennetit dhe aty do të jenë për gjithmonë. Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij se Suhejb ar-Rumi radiallahu anhu ka thonë: "I dërguari sallallahu alaihi wasallam e lexoi fjalën e Allahut subhanahu wa taala: Lilladhina ahsanul husna wa ziyada." Ata që bëjnë vepra të mira do të kenë shpërblime të mira, madje edhe më tepër. Pastaj tha i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Kur banorët e xhennetit do të hyjnë në xhennet dhe banorët e zjarrit do të hyjnë në zjarr, një thirrës do të thras: O banorët e xhennetit, ju keni tek Allahu një premtim, të cilin ai dëshiron t'u ja përmbush." Ata do të thonë: "Çfarë është ai? A nuk na i ka rënduar ai peshoret tona? Na i ka zbardhur fytyrat, na ka futur në xhennet dhe na ka shpëtuar nga zjarri." Atëherë do të hiqet perdja dhe ata do ta shikojnë atë, Allahun subhanahu wa taala. Nuk do t'u jetë dhënë asnjë gjë më e dashur për ta se sa shikimi tek ai. Kjo është ajo ziyada që përmendet në ajet. O robërt Allahut, dëgjoni se çka thot Imam Ibnul Qayyim rahimahullah për shikimin në Allahun i lartësuar. Kur banorët e xhennetit, thot, kur banorët e xhennetit ta arrin këtë mirësi, ata do të harojnë të gjitha begatit në të cilat ndodhen, ndërsa privimi nga shikimi i Allahut
dhe pengimi nga kjo mirësi për banorët e xhehenemit do të jetë më i rëndë për ta se sa vetë dënimi i xhehenemit. Për këto, shikimin e Allahun kanë qenë të njëzëshëm pejgambert dhe të dërguarit dhe të gjithë sahabët dhe tabiinët, si dhe imamët e islamit, brez pas brezit. Këtë gjë, shikimin Allahun e Teala, e kanë mohuar pasuesit e bidatit që kanë devijuar, si që janë xehmijët, faraonistët që kanë mohuar të vërtetën, batinit që janë të shkputur nga të gjitha fetë, si dhe rafida, të cilat janë kapur pas litareve të shejtanit dhe janë shkputur nga litari Allahut. Thumme i'lamu rahimakumullah anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa huwa haqqun min huquqi nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم أصلح حكام المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.